E pra të dashur miqtë e mi, sonte pranë jush do të vi me një rrëfim tepër të ndjerë, një rrëfim në fakt që është pak i pabesueshëm, por janë histori që kanë ndodhur më herët dhe fatkeqësisht disa nëna, jo që kanë dashur t'i fshehin të vërtetat e tyre, t'i fshehin fëmijët që i kanë lindur, por ka qenë presioni i asaj kohe, ka qenë vështirësia e asaj kohe që kanë qenë të detyruara që ta fshehin një të vërtetë të tyre me pretendimin ngjasme që kemi shpëtuar, por e vërteta kot nuk thon, asnjëherë nuk fshihet gënjeshtra, i ka këmbët e shkurtra. Historia që do të tregoj sot është martesa e një vajzës ku në familje, në të cilën është martuar, ku nata e saj ka rezultuar që të jetë motra e saj nga nëna. Thënë kuptoni çfarë histori e dhimbshme është. Unë jam rritur me bindjen se familjen time e njihja deri në detajin më të vogël. Besoja se e njihja nënën time, jetën e saj, sakrificat, dhimbjet dhe historinë që ajo na kishte treguar gjithmonë. Por jeta ka një mënyrë të egër për të na treguar se jo çdo e vërtet fatkeqësisht thuhet. Edhe çdo heshje është pa arsye. Nëna ime ishte martuar shumë herët. Këtë gjë ne e dinim, që ka qenë e martuar. Na kishte treguar se ishte martuar e re, pa dashuri të madhe. Vetëm sepse ashtu ishte koha. Na kishte thënë se martesa kishte dështuar shpejt, edhe se më pas kishte nisur një jetë krejtësisht të re. Por ajo që ne nuk e dinim kurrë, ishte se ajo martesë nuk kishte qenë vetëm një histori e mbyllur, por kishte lënë pas një fëmijë, kishte lënë pas një vajzë. Një vajzë që realisht jetonte. Një vajzë që kishte gjak të nënës time. Një vajzë që në thelb ishte motra ime. Pa e ditur asnjëra. Për vite me radhë, nëna ime mbajti këtë sekret. E mbajti të mbyllur thellë në zemrën e saj. Nuk e tregoi nga frika, nga turpi, nga dhimbja. Nga frika se do të na humbiste neve. Nga frika se e kaluara do t'i shkatronte gjithçka që ajo kishte ndërtuar. Ne u ritëm pa e ditur se diku, në një derë tjetër, në një shtëpi tjetër, rritej një vajzë me sytë e nënës sime. Koha kaloi, ne u ritëm. U bëra vajzë e rritur me ëndra, me plane dhe me përgjegjësi. Dhe një ditë erdhi momenti që familja jonë nisi të kërkonte dorën time. Më thanë që jemi një familje shumë e mirë, që edhe kunata ime ishte një vajzë nga një familje shumë e ndershme. Që të dyja në fakt ishin punëtore, kështu na thonin, të qeta dhe me shumë edukat. Kur e pash kunatën për herë të parë, dhe diçka më bëri përshtypje, por nuk dija si ta shpjegoja. Kishte një ngjashmëri të çuditshme me ne, me mua, me nënën time, por realisht mendova që është thjesht një rastësi, një mrekulli e fatit.
Procesi i fejesës vazhdoi normalisht. Takime familjare, biseda, buzëqeshje. Ajo u bë kunata ime, vajza që donte të hynte në shtëpinë tonë si nuse. Dhe askush nuk e dinte se ajo vajzë ishte motra ime. As unë, as ajo, as burri im. Vetëm një person në këtë mes e dinte të vërtetën. Ajo ishte nëna ime. Në çdo takim që ne kishim, ajo zbehej, heshte edhe dridhej. Syt i mbusheshin me lotë pa arsye të dukshme. Mendonim se ishte stres, ishin emocione, ishte lodhje, por në të vërtetë, ajo po shihte përballë vajzën që e kishte lindur vite më parë dhe që e kishte humbur pa dëshirën e saj. Çdo buzëqeshje e kunatës time ishte një thik në zemrën e nënës sime. Çdo përqafim, çdo fjalë, çdo plan martese ishte një plagë që hapej sërish. Derisa një ditë, e vërteta nuk duroi më. Nëna ime u sëmur. U shtrua, nuk fliste, vetëm qante. Dhe një natë mes lotësh dhe frymëmarrje të rëndë, vendosi që të fliste, të rrëfehej dhe të na tregonte gjithçka. Na tha për martesën e parë, na tha për shtatzanin, na tha për vajzën që ju mor, na tha për derën ku kishte trokitur në heshtje për vite. Dhe pastaj na tha fjalin që më ndali zemrën. Kunata e juaj është vajza ime. Nuk di se si ta përshkruaj atë moment. Toka më iku nën këmbë, mendja më erësua. Nuk dija nëse të qaja, të bërtisja apo të ikja. Motra ime ishte kunata ime. Një gabim që realisht askush nuk e kishte dashur, një tragjedi e ndërtuar nga heshtja. Fejesa ime u prish, familjet u tronditën, zemrat u coptuan. Kunata ime, motra ime, u thye në mira pjesë kur e mësoi të vërtetën. Ajo kishte jetuar gjithë jetën duke e kërkuar nënën e saj. Dhe kishte pasur përballë. Nëna ime humbi 2 herë vajzën e saj. Një herë kur ja morën dhe herën e dytë kur e gjeti. Në mënyrën më të dhimbshme të mundshme. Sot jetojmë me këtë plagë, me këtë histori që na ndau, por edhe që na mësoi se e vërteta, sa do e dhimbshme të jetë, nuk mund të fshihet për gjithmonë.